Ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj deklaroi se ministria që ai drejton ka përmbyllur fazën e parë të reformës së mbetjeve, duke cilësuar këtë fazë si një hap themelor për ndërtimin e një sistemi modern dhe qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve. Reforma e nisur në shtatorin e 2025-s është ndërtuar mbi 3 shtylla kryesore, të cilat tashmë janë të realizuara: miratimi i ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ai për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit dhe krijimi i Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve. Bashkitë do të vazhdojnë të jenë përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve në territorin e tyre, por trajtimi fundor në landfille, në incinerator do të kryhet nga operatori i trajtimit të mbetjeve. Me këto tre nisma, faza e parë e reformës së mbetjeve është përmbushur në një kohë të shpejtë. Shqipëria është ndarë në 10 zona menaxhimit të mbetjeve dhe për secilën zonë janë hartuar plane të detajuara investimesh, të cilat sipas ministrit do të nisin gradualisht nga viti 2026 dhe do të vijojnë në vitet në vijim. Në total këtë vit janë duke u hartuar projektet e zbatimit për zgjerimin e 4 landfilleve rajonal, ndërtimin e 7 landfilleve rajonal për mbetjet inerte, 17 stacione të transferimit do të ndërtojnë gjithashtu, 10 stacione të rikuperimit të mbetjeve, 5 qendra kompostimi në bashkitë me një karakter bujqësor, si dhe do të rehabilitohen 49 vend depozitime ekzistuese ilegale, të cilat janë në gjithë territorin e Shqipërisë. Të gjitha projektet që janë duke u hartuar këtë vit, dhe në fakt ne jemi duke i hartuar ato në bashkëpunim të plot me qeverinë gjermane, atë franceze dhe Komisionin Evropian, do të nisin zbatimin në vitin 2027, pasi financimi i këtyre projekteve është gjaj siguruar nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale dhe marrëveshjeve me Komisionin Evropian. Në fund të muajit shkurt, së bashku me Ministrin e Pushtetit Vendor, do të angazhohemi dhe për një plan masash me bashkitë e vendit, por nga ana tjetër kërkon dhe një ndryshim të qasjes njerëzore në lidhje me biznesin. Nuk mundet të hedhim lart e poshtë në për territor mbetje të cilat përfundojnë në për lumejnë, përfundojnë në për kanale dhe krijojnë problematika të tilla siç ishin përmbytjet apo bllokimet e kanaleve kulluese dhe kanaleve ujitse. Në konferencën për shtyp ministri i Mjedisit Jaupaj u ndal në mënyrë të detajuar tek kapitulli 27 i negociatave me Bashkimin Evropian, që mbulon fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Sipas tij, gjatë negociatave me Komisionin Evropian, Shqipëria ka kërkuar dhe ka argumentuar nevojën për periudha tranzitore të mjaftueshme, në mënyrë që sektori privat të ketë kohë reale për të përshtatur me standardet e reja mjedisore. Sfida me Bashkimin Evropian është e madhe, por unë jam besim plot që pozicioni negociues i kapitullit 27 dhe angazhimi serioz i ministrisë së bashku me gjithë ekspertët do e bëjë një rast suksesi këtë aspekt dhe do të krijojë në fakt edhe një frymëmarrje për gjithë bizneset, të cilat e shohin me pikpyetje gjithë to standarde në të gjitha fushat, të cilat po vendosen për shkak të këtij procesi kaq delikat, por një procesi shumë të rëndësishëm që ne e meritojmë ta kemi dhe të jemi antar të Bashkimit Evropian.